Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Energjia e kësaj dite sill lëvizje dhe vendime të shpejta për dashin. Mund të ndihesh më impulsiv se zakonisht, por intuita do të të ndihmojë të zgjedhësh drejt në situata të rëndësishme. Në punë priten përgjegjësi të reja dhe mundësi për të treguar aftësitë tua drejtuese. Në dashuri kërkohet më shumë durim dhe mirëkuptim ndaj partnerit. Financat mbeten të qëndrueshme nëse shmang blerjet e nxituara. Demi. Kjo periudhë favorizon qetësinë emocionale dhe stabilitetin praktik. Demi do të ketë mundësi të sqarojë një çështje familjare ose sentimentale që ka sjellë pasiguri kohët e fundit. Në aspektin profesional mund të vijë një ofertë interesante ose një bashkëpunim fitimprurës. Organizmi ka nevojë për më shumë pushim dhe kujdes ndaj stresit të përditshëm. Binjakët. Dita paraqitet dinamike dhe mbushur me komunikim për binjakët. Karizma dhe zgjuarësia juaj do të të ndihmojë të krijosh kontakte të rëndësishme dhe të fitosh mbështetje në punë. Në dashuri mund të rikthehet dikush nga e kaluara ose të lindë një njohje intriguese. Kujdes me shpërndarjen e energjisë në shumë drejtime njëkohësisht. Gaforia. Ndjeshmëria do të jetë më e fortë se zakonisht dhe do të kërkosh më shumë afërsi me njerëzit e dashur. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë qartësi në marrëdhëniet familjare ose sentimentale. Në financa këshillohet kujdes me shpenzimet dhe investimet e nxituara. Intuita do të jetë aleati yt më i mirë në çdo vendim. Luani. Karizma dhe vetbesimi do ta vendosin Luanin në qendër të vëmendjes. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja për avancim ose bashkëpunime interesante. Në dashuri dita favorizon pasionin dhe afrimin emocional, sidomos për ata që duan të forcojnë lidhjen ekzistuese. Një kompromis i vogël do të shmangë tensionet e panevojshme. Virgjëresha. Nevoja për organizim dhe qartësi do të dominojë gjatë kësaj dite. Virgjëresha do të arrijë të zgjidhë çështje të mbetura pezull dhe të vendosë rregull në planet personale apo profesionale. Në dashuri kërkohet më shumë spontanitet dhe më pak analizë. Një lajm pozitiv financiar mund të sjellë lehtësim. Peshorja. Harmonia dhe diplomacia do të ndihmojnë peshoren të zgjidhë situata delikate në marrëdhënie personale. Në punë mund të lindë një bashkëpunim i favorshëm ose një ide që premton sukses afatgjatë. Në aspektin sentimental, dita favorizon romanticitetin dhe afërsinë emocionale. Vendime të rëndësishme kërkojnë më shumë vendosmëri. Akrepi. Intuita dhe vendosmëria do të jenë shumë të forta për akrepin. Në punë mund të përballesh me një sfidë që do të testojë durimin dhe aftësitë tua, por rezultati do të jetë pozitiv. Në dashuri duhet të shmangësh xhelozinë dhe tensionet e kota. Besimi dhe komunikimi i hapur do të përmirësojë marrëdhëniet. Shigjetari. Optimizmi dhe dëshira për aventura do ta karakterizojë shigjetarin. Mund të shfaqet një mundësi e re për udhëtim, njohje ose zhvillim profesional. Në dashuri sinqeriteti do të sjellë afrim dhe qartësi. Financat përmirësohen gradualisht, por është mirë të shmangen rreziqet e panevojshme. Britsjapi. Përkushtimi dhe serioziteti do ta ndihmojnë britsjapin të arrijë rezultate të mira në punë. Detyrat mund të jenë të shumta, por organizimi do të ndihmojë të ruash kontrollin. Në marrëdhëniet personale duhet të tregosh më shumë ngrohtësi dhe ndjeshmëri. Një çështje financiare mund të marrë zhvillim pozitiv. Ujori. Kreativiteti dhe dëshira për ndryshim do të jenë në qendër të kësaj dite për ujorin. Në punë do të vlerësohesh për idetë origjinale dhe mënyrën ndryshe të menduarit. Në dashuri mund të ketë surpriza të këndshme ose takime interesante për beqarët. Kujdes me mungesën e përqendrimit në detaje të rëndësishme. Peshqit. Ndjeshmëria dhe frymëzimi do ta bëjnë këtë ditë të veçantë për peshqit. Në marrëdhënie personale do ndihesh më shumë afërsi emocionale dhe mirëkuptim. Në punë mund të marrësh mbështetje nga persona që nuk e prisje. Kujdes të mos idealizosh situata apo njerëz më shumë se ç'duhet, sidomos në çështjet sentimentale. Horoskopi në Top Albania Radio.